Përfaqësues të politikës vendore qendrore kanë zhvilluar vizita të rastit pranë xhamisë së Parrucës, teksa kanë uruar besimtarët muslimanë ditën e Fitër Bajramit. Gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin, paqja, mirësia dhe begatia qoftë në sofrat tuaja familjare çdo ditë. Zoti e mundsoft agjërimin edhe pranimin e lutjeve për gjithë besimtarët musliman për shumë vite. Edhe në emër të bashkisë, uroj të gjithë besimtarët musliman i gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajrami. Në këtë ditë që nuk janë kaq zakonshme për botën, uroj paqë e dashuri. Sot në këtë ditë të shenjtë të Bajramit dua të përcjell urimet më të ngrohta për gjithë besimtarët musliman, për çdo familje shqiptare. Bajrami na kujton që madhështia e njeriut nuk përcaktohet vetëm nga ajo çfarë ka ai, por sidomos nga ajo çfarë jep ai. Ndarja, armisia kërkojnë të imponohen jetën tonë sociale dhe publike. Bajrami na fton të rikthehemi tek vlerat, tek dashuria për familjen. Uroj ton besimtarët musliman kudo që janë gëzuar festën e Fitër Bajramit, për ata që kanë agjëruar ja u pranoi Zoti dhe paqe, harmoni e bekime për të tanë. I uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin, marrësi edhe lumturi edhe begati paqen familjet e tyre. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman Fitër Bajramin, gëzuar dhe për shumë vjet. E veçantë ishte edhe vizita e drejtuesve të ekipit të futbollit Vllaznia së bashku me disa prej lojtarëve, të cilët uruan besimtarët. Është kënaqësi e veçantë kena ardhur te Myftenia me uru festën e Fitër Bajramit. Vllaznia është më shumë se një ekip, është një familje, është emblemi i këtij qytetit. Kështu që i urojmë gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Fitër Bajramit. Pavarësisht ndasive politike, urimi për më shumë paqe dhe mbarësi bashkoi politikën në Shkodër në festën e Fitër Bajramit.